shumë më e mirë ka qenë. Atëherë konë se s'kemi pas mjaft, domethënë Bajrami ka qenë menzi që kemi prit. Tash jo në këtë senet. Që jam të e njërën e baklavës, po atë atmosferën e Bajramit, s'po m'doket që jam të e një, apo të e ndje në fakt. Është për vetë faktin që është pak ftoftë, është koha pak ma e keqe, është akoma Ramazan, pasi kjo stora apo këta voksa kanë me dalë të hanën kur është dita e dytë e Bajramit, e të jetë, po gjithsesi, na kemi ardhur pak ma herët me po atë alegrën, atë energjinë e qytetarëve të qytetit e Lipjanit, se sa janë tu përgatit për Bajram, a kanë qitë baklava, jo. Kjo pyetja e zakonshme që mu m'intereson, po besoj që është në interes edhe të publikut, pse jo. Se dja ka njerëz ajo, festoni tha që o Lipjani ka gjithë njerëz, që hajde erdonit përveç jo punës edhe të shohim se çfarë na përgjigjen qytetarët e Lipjanit. Qysh jeni? A jeni mirë? Çfarë çifti mirë ka kët? Pozitiv? Më duket kjo ma pozitive se te. Jo se besoj. Qysh jeni mas fare që po i mas që shto pak pjundoj pak. A jeni bogati për Bajram. Mos më thoni që viç gratë me qitë baklava, i keni mu me qitë ajo? Unë ja kum nisë me qitën, tash më s'ka drejtat e barabarta, në demokraci s'ka. Sa mirë. Ja, përshë që jam a pozitiva, jo. Zoj qysh jete? Mirë. A jeni përgatit për Bajram, se kemi timën tamam për Bajram? Po, Bajramin e kemi përgatit, e që edhe nesra Ramazan edhe Edhe shkoj. Shkoj. Qysh e presni zakonisht Bajramin? Sa e shijani? Tregon pak se duket ta burrat e shijojnë ma shumë, dalin na për mahall, na për familjar. Sigurisht. Sipas traditës që e kena na shqiptarët, shkojmë me falmi Bajramin, vim zakonisht te Varrezat. Po. Aty edhe pas Varrezave shkojmë te familjarët. Te vllaznia, djem të Azhës, djem të Migjës. A keni qef baklavën e qajo? Gjithë. Kush ma shumë shpinë juve ka? Unë Janë ma forte. Djem? Janë. Qika që na iki qa dy qika? Jo, ajo që i preferam forte, emelcinat a citron. Sa pjo mungon ajo koha e ma hershme, se pëse keni përjetu ma... Shumë. Ma ndryshu ka Bajrami. Shumë ma ndryshu Bajrami, shumë ma i mirë, shumë ma atraktiv. Tash ka ndru. Qyshja ka ndru shumë. Kemi ndrujnë, të në kohën kemi ndrujnë, po shqyqo që për ndrujnë, na... Po, më ndrujnë. Ma mirë me ndrujnë. Tash po i blejnë baklavat ma shumë se që po i marojnë, pa hajt najse. Një orem për Bajram? Na jemi tradicional. Ja, mirë, që ata më do këtë unë e në hata që një tradicional, që ata dhe ju nala. Falenderit. Falenderit që më një orem për Bajram, dojnë. Të muslimonit ja uroj festën e Bajramit edhe të kanë paqe e shëndet. Shumë falenderit. Po juve? Gjithashtu edhe unë ju uroj festën e Bajramit, një Bajram që duhet me konë human, edhe për besej që humanitetit e shqiptarët nuk ka mungu edhe s'ka me mungu ma. Do këtë që po pajtajshë me gjdo fjallë të grusa? Normal, në demokraci dohet, deshtëm s'deshtëm. Qofshi gjithmonë që shto na knaqët, shumë falenderit, shumë knaqësi. A jeni përgadit për Bajram hetë, se veç u afru festa Bajramit? Po, si gjithëherë. A keni tollu na i baklava, na i torte, a keni pos Jo, koha? ende s'kemi bo kur gja. Kemi ku bëjmë. Të regon pak për knaqësinë e Bajramit ma heret. Sa ka pos knaqësi e sa ka ndru tasht? Po, ka pos, për para ka pos ma knasi. Ashti ma pak. Ma pak, valla, ma pak. Ka ndru pa menan? Që ka ndru pak sistemi i knaqësi? Ka ndru shumë, se jo pak. Apo të mungon ajo kuna, ashta se ma heret ma ndryshe u kanë? Po, se cëla kupe ka të vetën tash. Po na konvenon edhe tasha. Urime festa, falenderit shumë. Ciao, ciao. A jeni bogati për Bajram? A janë bogati qpis? Nona, ana i kosh kanë e kinë shpe? Normal. Na i baklav, na i torte, a i ke po që kanë qita, a i keni mu na i sen, a joa? Jo, mo torte që si ta është i frek e kena njetë, po për baklava e kena qitë. Sa e shijani Bajramin? Ka ke i ri, se disa vjeqar je, po... 23 vjeqar. 23 vjeqar. Sa e shijan Bajramin? Ashtë edhe ma i vogël kër e kona i kelon të ishat e kryt? Gjithë Si krejt? E kena pos zakën krejt, si kemi musliman, që Bajramin me, që me thonë, me shiju momente më të mira. Qysh e shijani zakonisht? Qysh është një ditë e juja e Bajramit? Se po më duket ju djem të shijani ma shumë, se dilin a për mahall, shëtitni. Sidomos kur shkojnë në xhami, është e pora. Tani kur shkojna me bo Bajram, na për shpe, na për familje, na për kështë. Kjo ndjena ma e mirë.
Menon që kanë ndru tash festimi i Bajramit. Po më lejtë si të krejt që po e kanë këtë mendim, ndojnë këtë mendim me mu. Ma heret, s'paku kërë kena pas 10-15 vjetë u konë shumë ndryshe, kena shiju çdo moment, tash po më duket që ka hup kjo kënaqësia. Po kjo kënaqësi nuk hup, po nëse njerë e mon kënaqësinë e ty në herë, që me thonë, që kanë festu e kështë, po qysht njeri ta, po që shkon njeri. Edhe për fond, se e zgata pak se shumë një orem, për kreqikus që për në ndjekin, masi veç se për Bajram ka me shku edhe kjo storje. Qa ju këshëru? Valla ju këshëru veç të mira një jetë, e gjithë shka, si fillim Bajrami si gjithë shka, e qështë, shnejta e krejt. Allah e dhe mas mirëte. E një bo gati për Bajram, që pisa e në bo gati për Bajram? Sej që po, A jeti që ju ndimon a i sen, apo? a tjetër, po, unë bëj gjanat ushqimore, po edhe diçka nëse nevojitet rreth shtëpis, nuk është problem. O, sa mirë. Sa me qef e prit një Bajramit, se ka ndru pak kjo ko? Jo shumë, nejse mosha jonë ashtu është pak më ndryshe, e prit më ndryshe mirë, po me qef. Me qef se na bashkon, shkojmë të njëri tjetri edhe kështu që është kënaqësi. Që prit një zakonisht ditën e parë Bajramit, si ju buran përgjithsi gjinja mashkullore duket ma me lezat se... Ditën e parë që unë shkoj me falim Bajramin. Unë personalisht për veti po flas, vim shpibojmë me tapërmit, e ham drekën dhe dalim, shetisim anejkën, ose vje dikush, presim edhe për cjellim. Si vetë nështë ta kërë e konë majrit që ke kujtu atë kohë, nështë ta ma heret. Usta edhe shumë ma e mirë ka qenë. Atëherë konë se s'kemi pas mjaft, dhe manë Bajrami ka qenë menzi që kemi prit. Tash jo në këtë sanet. Fakt, qinke shumë pozitiv, më falë për krejt ata bashkëtor tjerë që falen shumë pozitiv, për gëzoj për këta një orem nështë ta për festën e Bajramit, kësha dish për teje. Urime gjithë besimtarve, musliman, festën e Bajramit, inshallah, me bashkim, me kënaqësi, me harmoni, me pozitivitet, me të gjitha, se kjo është më e rëndësishme. Taj një bo gati për Bajrama, kanë qitë gratë në i baklava, diqka. Unë kësen zbona gati, bojnë ata Po dhe familjarë. ata, po mënëja kanë qitë diqka baklava në e mbëlsirë. Karë ku asët që ashtu për një ditë për për krejt mos. Po, ba, shumë e vërtit. Qarë minimi ki për qa që ka ndru shumë koha, zotni? Sa i përket nështë ta ma heret ka pas kënaqësi ma shumë festa Bajramit. Pa i këshire unë knasën në atë kohën teme. Po. Që jam mësu me atë kohë, këta të rritë knasën me këtë kohë, këta shumë nishin adaptu në ata si. Kështu që koha e bënd vetën. Që prit një ditë Bajrami, zakonisht, a një halona për akraballa që Po, po, po. Më gjesh falet Bajramin gjami, shkojmë të varrejzat, ma ndej him rënë familje. Kush e refuzon këtë ftyrën time, simpatike? Ja shta modesti se po bëj pak hajgare. Mirë, unë e di që o gjithë kur është tatë sheshi, mushet. Se është energjia pozitive, i ngri njerëzit, a pajto është feston? A keni qitë ju baklav një mesa i natë që tu na dy të folën bele? Po, sush jo. Hajde, ti shohëm përgjigje tjera. Ti dëgjojmë, s'ka lidhje. Erdh Bajrami, mushën shpijat. Unë nuk nëjë si shirit e Beluli, po gjithsesi, po mundona që me fol bilbele edhe me mundu që me i dhanë edhe mi transmitu të kjo krejt energjin e mire edhe përgjigjet ka që të këndshme që i mora në qytetin e Lipjanit. Fillimisht e patëm atremen me festonin që kua me shi dhe tash vetë se po bjen shi, po oni vas shios në nal, e mendova që s'kan më na u përgjigj, po unë e di se sa pozitiv janë qytetarët e këtij qyteti, se nisa dhe mu u lidh. Kështu që disa prej përgjigjeve që i morëm kënë fantastike, pa disa prej tëne që edhe këshim bli baklav, e disa prej tëne që janë edhe ma tradicionale dhe që e rujnë akoma atë knatësin se që shka qenë edhe ma hiret Bajrami. Kështu që ka në mbejtë neve është se vetë se me ishi ju edhe ju krej këto përgjigje që qytetarët e Lipjanit na i dhanë, mi uru që me pas sa ma shumë pache, harmoni, dashni, mos me pas urrejtje me një tjetrin, po me dash një tjetrin, me respektu një tjetrin, edhe mbi gjitha, me dash vetën, me dash jetën, edhe me shiu edhe me festu gjithdo fest të mundshme, si që është kjo e kësaj feste, e sidomos agjerim të pranuar për gjithë ata që kanë agjeru gjatë muaj qejt Ramazanit. Deri në takimin e tjera, urime festa tung tung.